Përshëndetje të nderuar shikues të TVM2, mirë se vini në emisionin Zoom. Fillimisht, më lejoni t'ju informoj se për këtë emision kishim të ftuar dhe të caktuar Ministrin e Shëndetësisë Arben Taravari, por ai dje anuloi pjesëmarrjen e tij dhe pikërisht kur jemi te Taravari, duket se deklaratat dhe qëndrimet e tij të fundit kanë trazuar skenën politike. Ai ka pranuar se ka kanale komunikimi, siç tha, me BDI-n dhe me kreun e kësaj Ali Ahmetin, ndërsa theksoi se brenda koalicionit Vlen nuk ka një koordinim të dur. Këto qëndrime kanë nxitur spekulime nëse ai dhe strukturat e tij politike mund të largohen nga Vleni. Në këtë emision do të mundohemi t'u japim përgjigje pyetjeve se çfarë po ndodh me koalicionin shqiptar në pushtet dhe apo rrezikohet shpërbërja e tij. Ndërkohë, tragjedia në Koçan, që sigurisht na ka tronditur të gjithëve, po bëhet gjithnjë e më shumë pjesë e përplasjeve politike. Dhe në gjithë këtë kaos, duket se debati për ndryshimet kushtetuese dhe procesin eurointegrues të vendit ka mbetur në hije. Për të diskutuar gjërësisht mbi këto tema, sonte me ne në studio janë Ariton Rama, politolog. Ariton, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Zoom. Faleminderit për ftesën. Si dhe Ramadan Ramadani, analist pranë gazetës Lajm. Zoti Ramadani, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Kënaqësia është e jonë. Atëherë, pra dilemat sa i përket të armërisë së koalicionit Vlen po bëhen pak më të dukshme me deklaratat e fundit të Zotit Taravarit të dhëna mbrëm në servisin publik, por edhe gjatë ditës së sotme në briefing, ai megjithatë thotë se opsioni preferuar i tij është që në zgjedhje lokale të shkoj së bashku me partitë përbërëse të Vlenit, pra të shkoj si Vlen, por nuk e përjashtoi edhe opsionin që Alianca për Shqiptarët të shkoj si partije vetme. Si i shihni këto zhvillime? Unë në fakt e kam paralemruar dhe më herët që duhet fokusohemi në zanafillën e fenomenit, para se të flasim për fenomenin konkret. Jam pro asaj që duhet të ketë fillimisht shqiptarëve në rubrikën e maqenisë veriut më shumë se kur ju duhet një qartësi politike, qoftë opozitare, qoftë qeveritare, në dy taboret. E mira që ne u gëzuam pothuajse të gjithë, qoftë edhe opinioni publik, por qoftë edhe gjithë ato që mirem pak a shumë me analizat politike, është që shqiptarët etabluan në dy koncepte të ndryshme të stileve dhe performansave politike, të cilat mandej ato u vlerësuan dhe u gjykuan nga vetë qytetarët. Mendoj që kur flas për qartësi politike, është evidente që ajo që thuhet edhe në teorinë politike që duhet të ketë çdo koalicionim duhet ndërtohet mbi bazën e prizmit apo principit politik dhe njëkohësisht e dyta mbi etikën politike. Unë mendoj që edhe tek tabori tjetër, edhe këtë taborin e Vlenit, mendoj që duhet para se të krijohet një lloj koalicioni politik, duhet fillimisht të qartësohen problematikat edhe paqartësisë që i posedojnë njëra mes vetes, që ndërtohet një lloj politike afatgjate brenda koalicionimit, sepse ne jemi pro asaj, pra këtyre elementeve. Nuk po gjykoj dalin apo mos dalin, sepse mund të jetë edhe pozitive dhe negative, por mendoj që stilet e krijimit të koalicionimeve politike, sidomos të taboreve shqiptare, pra e pam edhe më herët tek fronti kur 2 ditë pasi që kryeja qeveria, dul Partia Demokratike Shqiptare nga fronti, u deklarua që vazhdon veprimin e tyre politik pa një lloj konkretizimi se çfarë ndodhi, dhe nga ana tjetër tash po flitet për mos balancimin e mirë të performancës lokale, se çfarë formate, çfarë stili të thotë veprimeve politike do kenë, me kandidat përbashkë dhe lista të posaçme, apo nëse nuk do dhe kundër të balancohen kush është më i fuqishëm brenda Vlenit dhe kush që ta merr primatin e strukturës, pra mendoj që duhet të ketë një lloj pikëshmërie politike mbi bazën e principit politik, sepse koalicionimet janë pjesë e kompromiseve politike. Dhe këto kompromise politike do ndërtohen mbi qartësi politike se çfarë realisht janë pjesë e koalicionimit politik. Pra nëse janë pjesë strukturave qeveritare ose njëkohësisht opozitare, unë jam i bindur që nuk ka koalicionime mbi prizmin ideologjik, sepse kështu do të jetë në natyrën e reale politike, që do të bashkohen gjitha strukturat në bazë të idesë apo ideologjisë të djathtë ose të majtë e kështu me radhë, por okay, kjo edhe gjitha në politikën globale më ushu si koncept, sepse ideologjitë më përplasin si pasojë e problemeve dhe fenomeneve politike. Por mendoj që duhet të tregojmë manifestit të politikës ose kulturës politike shqiptare dhe një lloj pjekurie dhe etike politike, për të treguar qartësisht që këto koalicionimet kanë një lloj ideje, kanë një lloj percepcionimi dhe mandej mos dalim me formate të ndryshme reale. Mendoj që ndoshta mund të jetë në të drejtë, sepse kemi dy deklarata të Arben Taravarit. E para është që nuk kemi një lloj dakordësie
mbi veprimin në zgjedhjet lokale dhe tjetra është që tha dje që jemi të dobën në pozicionimin strukturor qeveritar. Do të thënë janë dy problematika të ndryshme, të cilat mendoj që duhet fillimisht të trajtohen si të veçmasme, si probleme dhe mandej të jepet objektiv i qartë, sepse realisht ne nuk po dimë cilat janë mosmarrëveshjet reale brenda vlerë. Nuk kemi ende një lloj elementi, por këto problemet mendoj që duhet trajtohen edhe ndryshe. Mendoj që edhe opozita nuk duhet t'i gëzohet këtij fenomeni, por edhe pozita nuk duhet t'i gëzohet një përçarjet të opozitës. Pra, ne nuk duhet t'i gëzojmë fatkesive të njëri tjetrës, sepse në politikë apo në veprimtarinë politike ne duhet të ballafaqohemi me debatet, idetë dhe kërkesat të cilat i kanë qytetarët, sidomos atyre shqiptarë, sepse ne po presim tashti edhe nga fronti, por edhe njëkohësisht nga vleni, që të ecin proceset, sidomos këtyre politikave të përbashkëta që i kanë shqiptarën në dy tabore, ndryshimin kushtetues, stabilizimin social, zhvillimin ekonomik dhe njëkohësisht përmirësimin e cilësisë arsimore dhe njëkohësisht ekonomike. Pra këto i presim si tematika politike dhe jo njëkohësisht elemente tjera. Po sigurisht do të flasim për gjitha paqartësitë që i përmende gjatë këtij emisioni. Zoti Ramadan, jo si keni parë deklaratat e fundit të zotit Taravari? Po, unë mendoj se për me qenë i qartë gjithë ky kontekst që po zhvillohet aktualisht, pasi pam se sot do me thonë pas reagimeve të gjithë partive tjera të vlenit dje, fuqishëm, sot kemi një tërheqje, do me thonë në formën e asaj se çka në realitet është deklaruar, dhe mendoj se për të qartësuar duhet ti analizojmë edhe disa aspekte tjera që nuk trajtohen tani në opinion, por që unë mendoj se qëndrojnë pas krejt kësaj. E para që dua ta ndaj me ju edhe me shikuesit sigurisht, është edhe një lloj dalje apo kthimi politik që pati zotri Arben Taravari si ministër shëndetësisë me rastin e krizës në Koçani. Do me thonë, me rastin e krizës në Koçani, ajo që pa gjithë opinioni, do me thonë edhe pjesa në Maqedonisht, edhe ajo në Shqip, ishte se ai njeri politikisht ishte më i kthjellur i ato ditë, do me thonë, as nuk u humb për momentin, as nuk u mërzit e tjera me radhë, por funksionoi me kapacitet të plot, edhe ai, edhe ministria e vetë. Dhe kjo prodhoi një lloj xhelozie, të themi, politike, mbrenda në qeveri, do me thonë, nuk ka kjo të boje me Vlenin apo me dikant tjetër, po mbrenda në qeveri që doli i vetmi ai, do me thonë, përfaqësuesi i Vlenit në këtë rast, i ASH-s edhe ministër shqiptar, që doli më i suksesshëm, më i kthjellti, që është edhe normale, do me thonë, pasi ndodhi një tragjedi e cila përfshiu, do me thonë, viktimat krejt Maqedonas, ashtu që ministrat tjerë kanë mund të kenë edhe farefis aty prej kufomave dhe prej viktimave, që është normale, do me thonë, edhe e spjegueshme, por është ajo kthimi i kapacitetit politik dhe sensi i treguar për momentin edhe për njohjen e madhësisë së ngjarjes edhe ndodhisë që mendoj se do jetë një nga gurët themelues të një Maqedonie të re që do zhvillohet në aspekt të demokratizimit, por besoj për atë do folim më vonë. Kjo është aspekti i parë. Aspekti i dytë është se edhe vetë ky lider politik, do me thonë në këtë rast aktualisht ministri i shëndetësisë, puna është se nuk e nxori në aspektin ku i ka problemet, themi këtu, ku dikënd e ka kap xhelozia pra në qeveri, por i nxori tek partnerët tjerë që i ka të vetët, do me thonë, dhe janë me një grupacion politike, ajo është Vleni. Dhe andaj, prej reagimeve të fuqishme të djetët, të tre partive tjera, do me thonë Lëvizjes Demokratike, Alternativës edhe Lëvizjes Besa, u pa se sot ka një qartësim tjetër. Dhe kjo shumë pak apo as pak nuk ka të boje me pozitën apo forcën e frontit multietnik evropian, i cili është në një, të themi, në një knockdown politik, pasi është duke përjetësuar për të parën herë, do me thonë që ajo përjeton në lëkurë të vete, përjeton para burgime, masa arresti shtëpiake e tjera me radhë, që deri para një kohë ato kanë qenë, edhe kur kanë qenë pushtet tani, para një muje kanë qenë të paramendueshme se mund t'i ndodhin BDI, shkaku se e ka pas atë kontroll që e ka pas në gjyqësor, kurse tani shifet se nuk e ka. Megjithatë, zoti Ramadani, jemi dëshmitar të asaj se vite me radhë në vendin tonë, kur ka kësi lloj lëvizje politike, zakonisht ato fundin e kanë në ndarje apo në
bashkim me një pjesë tjetër të pozitës. Kemi pasur shembuj të tillë si shembullin e zotit Mexhitis në fundi, që fillimisht nisi ti shpreh pakënaqësitë publikisht brenda BDI-s dhe pastaj kulmoi në formimin e një partie të re politike. A janë këto sinjale që Taravari mund të afrohet me Bashkimin Demokratik për integrim, apo nuk mendon? Jo, nuk besoj, shkaku i di predispozicioneve që mungojnë në këtë rast. E para është se BDI, do me thonë brenda frontit evropian multietnik, ka probleme funksionimi. E dyta, thash, vetë si organizim politik është duke përjetu një prej krizave më të thella që ka pas ndonjëherë, dhe ajo ndërmer vetëm hapa për të mbijetu politikisht, e jo se mund të ndërtoj aleanca të reja apo strategjie tjera. Do me thonë, edhe në rast se dikush kish dalë prej vlenit, nuk kish pas ku me shku, se shkaku se ajo pjesë nuk ekziston. Kështu të shprehim, në aspektin politikisht nuk ekziston, nuk është politikisht e fuqishme sa për të marrë dikend apo për të lidhë koalicion. Edhe e dyta, do me thonë, është kjo tërheqje sotme në aspekt të deklaratave, që sheh se në Vlen ka vullnet për të vazhduar bashk, por divergjenca është në atë, ta spjegoj me një shembull, do me thonë ato lojnat e fëmijëve që janë kush i mshoj boksit më shumë, do me thonë këtu divergjenca dhe dallimi është se thot pse ti me djathën, pse unë me të majtën, e tjera me radhë, sa po e morë, kurse ajo që është e madhja, do me thonë skori që është në tabelën e qitjes së boksit, ajo është shumë e madhe. Sidomos gjatë krizës Koçani, ku shqiptarët, do me thonë politikisht, ishin aq të fortë sa që aktivizuan mekanizmin e mbrojtjes evropiane. Dhe kjo është shumë me rëndësi ceket, se është e pashtjellume, por të rikujtojmë kontekstin. 2 ditë para se të ndodhë kjo, do me thonë kishte një ngurim në aspektin e proceseve eurointegruese. Aq sa e dini ju, doli kryeministri dhe tha se do me thonë ne jemi të fortë me Trumpin, e tjera me radhë pozicionin, dhe tani Evropa mos lazdrohet shumë, mos na vënojë kushte, Bugaria kështu, e tjera me radhë, disa fjalë do me thonë që shifet se bëhen në një frym më spaku euroskeptike. Kurse pas asaj ndodhi rasti dhe kishte një ngurim se nuk do dihej a do aktivizohej mekanizmi europian për mbrojtje, i cili është mekanizm kyç për atë që u mundësut shumë paciente dhe të plagosur nga ky rast, do me thonë të trajtohen në shumë vende të Evropës. Kjo pasi, e dini, do me thonë në Rumani, kur ka ndodhë në 2015, nuk është aktivizu kjo dhe ato kanë pasoja të randa prej kësaj. Edhe tash ishte ai ngurimi se shkaku i euroskepticizmit këtu edhe këtu nuk do ngurohet, por unë mendoj se është merit e përfaqësuesve shqiptar në qeveri që kanë ritheksu edhe një herë atë strategjinë euroatlantike, dhe presioni i tyre është që ka ndodhë kështu si ka ndodhë, dhe ne prapë, si me thonë, jemi të kthym ka Evropa. Zoti Rama, ju si keni parë këto diskutimet në opinion lidhje me parafrimin e Taravarit me BDI-n, si i vlerësoni? Normalisht në pluralizmin demokratik këto janë normale, të diskutueshme mbi kalkulimet politike. Unë nuk i favorizoj në një mënyrë ato elemente të cilat konsiderohen si diçka tragjike. Por puna është që unë nuk mendoj që shpreja për afrime fillimisht mes brenda palës në palën tjetër nga Albert Taravari nuk e konsideroj si diçka që mund të ndodhë tash për tash, sepse ai në deklaratën e fundit vetëm se tha që unë do të jem në qeveri dhe nuk kam shprehur që nuk do të largohem nga qeveria. Po edhe si opsione për zgjedhje lokale, përmendi që ose do shkojmë si Vlen ose do shkojmë si Aleancë për Shqiptarët. Ma prapë, domethënë fryma dhe natyrshmëria edhe pak a shumë që njihemi me strukturat e brendshme të Aleancës nuk e favorizojnë këtë percepcion, sepse ne e dimë që parafrimet e platformave dhe ideve të tyre politike nuk janë të përafërta. Nëse ndodh ajo, do ta shikojmë në çfarë modeli do të jetë fillimisht ribashkimi, ose do të jetë në formatin e pavarur si strukturë politike me lista të përbashkëta, por nuk po shoh një rrugë të tillë. Normalisht ai u shpreh që ka komunikime, si ka komunikime pothuajse gjithë spektri politik në çfarëdo lloj formate, por nuk e shoh një lloj parafrimi. Paktën deri tash nuk po e shoh, sepse vetëm se u deklaru, domethënë nuk mund të themi diçka që nuk është e deklaruara të bëhet njëkohësisht percepcion konspirativ. Por mendoj që edhe një herë them që gjitha këto
elaborimet politike partijake në tjenë interesin fillimisht të asaj të cilët janë të përfasuar. Do të thonë mbi bazën e asaj, unë mendoj që Arben Taravari është në pozitën e duhur si ministër shëndetësisë, pajton plotësisht me profesor Ramadani që e tha që ka kredibilitetin të plot politik për të udhëhequr politikat shëndetësore. Normalisht e ka dhe përgjegjësinë e pjesës më të madhe pra partijake. Mendoj që fillimisht po do presim ajo që është paralajmëruar, pra Këshilli partijak do të diskutojmë brenda aleancës elementet të cilat duhet të merr hapa konkrete aleancë, me sa e di duhet edhe të vendos mbi percepcionin partijak se ka një proces gjyqësor me çështjen e vulave, çështjen e thoya me partin tjetër të Selës, për kraun tjetër, pra ka shumë pika të pasharuar, pa shumë pika të pasqarta të cilat duhet fillimisht i trajtojmë brenda analizës deklaratave. Nëse i analizojmë ajo që shifet, edhe unë jam pro asaj që të analizojmë ato që shifet, mendoj që Arben Taravari momentalisht nuk ka shprehur gatishmërinë konkrete për anën tjetër. Prandaj unë them edhe tash ajo çasti opinioni publik po e ngrit këtë çështje, domethënë po harron disa tematika reale, që janë si rasti Koçanit, si rasti nikosisht interesave të ndryshme shoqërore, por mendoj që nuk shon një lloj parafrimi politik. Në opinion është aluduar se mos vallë këto lëvizje të Taravarit mund të jenë edhe si lojë për pazare brenda koalicionit, për të fituar më shumë. Nuk i besoj kësaj teorie, sepse unë sa kam informacione brenda koalicionimit ka një lloj peshë të konsiderueshme. Dhe mendoj që pazaret normalisht janë të përditshme brenda strukturave politike dhe por nxjerrja në pa të këtyreve fenomeneve, të cilat brenda nuk janë në nivelet koordinative ose që kërkon më shumë koordinim, sot u vendos me një vulë që ishte një lloj tërheqje, sepse ai tha nëse do ndodh fillimisht ose do dalin nga qeveria ose nuk do dalin nga qeveria, pra i ala gjitha mekanizmat të Këshillit partijak. Pra fillimisht nuk po shoh që ngritja e pazarit të brendshëm të vlenit duhet ndodhë në këtë format. Nuk duhet ta besoj që e ka përdorur këtë kartë, sepse brenda vlenit vetëm se ka disa takime, me sa e di, të liderëve politik që duhet të diskutojnë vetëm formatin e daljes. E tashti ka dalë një debat tjetër, mendoj që ky debat është pak më shumë se sa pazari lokal dhe do të presim vendimin e Këshillit partijak. Zoti Ramadani, ju si e konsideroni këtë pjesën që po diskutohet se mos vallë është të pjesë e një pazari për të rritur pazarin e tij brenda koalicionit vlen për të marrur sa më shumë komuna? Jo, unë thash, domethënë unë mendoj se prap nisma e kësaj është në aspektin e aleancë dhe qeveri në atë aspekt dhe nuk ka shumë të bëjë me vlen. E dyta që du të cek me këtë rast është se dhe kjo është një prej strategjive deri më tash të suksesshme të vlenit që flasin për zgjedhjet lokale. Do me thonë, popullata atyre u ka dhënë votën në zgjedhjet parlamentare dhe u ka mundësu që ta bëjnë atë ndryshimin e madh, i cili ka qenë, do me thonë, ndryshim dhe përmbysje e regjimit të BDI-s, sidomos tek pjesa shqiptare, dhe nuk para asaj, do me thonë, para se të dalin në zgjedhje lokale, vlen ka shumë punë për të bë, edhe për ti rregullu kësaj popullate që ka prit nga vota e tyre, dhe jo komunave, të cilat me këtë decentralizim edhe nuk janë aq të rëndësishme sa të themi një zavendës ministri i kulturës. Do me thonë, në këtë rast, nëse bëhet kështu një matje, atër mendoj se vlen prej krejt këti muhabeti për zgjedhje lokale prej tani, përfiton, do me thonë, në shtyrje të afateve tjera me radhë, kurse populata, votuesit e saj, simpatizuesit e saj presin nga ajo punë tjera që të kryen deri më atëherë. Do me thonë, po thoni vlen ka shumë punë për të bërë. E keni fjalën për punë në aspektin shtetëror apo në aspektin brenda koalicionit? Jo, në aspektin shtetëror ka shumë punë për të bërë, do me thonë ju e dini se ende hisja qeveritare e vlenit nuk është e përcaktuar. Do me thonë ka drejtori të zbrasta, ka ende të papërcaktuar, se ende që janë nda nga kulaçi qeveritar dhe nuk janë të vendosur ende drejtorët. Do me thonë e dini ju këtë fakt. E dyta është se të shqiptarët ka pas një okupim të pjesës së shoqërisë shqiptare. Do me thonë, të shqiptarët nuk ka qenë
vetëm gjyqësori i okupum prej BDI-s, por ka qenë edhe USHT-ja, edhe Bashkia Fetare Islame, edhe FFM-ja tjera me radhë. Edhe këtë këto çlirime duhet të artikuloje Vleni, do me thonë si koalicion, si ajo forcë politike e cila e ka sjellë këtë ndryshimin. Dhe këto janë punë para prake, para se të diskutohet për komuna, për listat këshilltarëve, 40% e 20%, këto janë punë që votuesit janë duke i prit prej tyre. E jo muhabeti të bëhet komunave se kush do sundoje me Koçanin apo kush do sundoje me Zhelinën. Do me thonë, ato janë irelevante për këtë periudhë. Për atë thomë, në këtë muhabet ka qarë Vleni kur përmenden zgjedhjet lokale, pasi ajo paraprakisht duhet tjera sende të kryej. Qartë, edhe një pyetje në lidhjen me aspekt të Vlenit, a ishte dhe a vazhdon të jetë një handicap për koalicionin Vlen fakti që nuk arritën të brenda kësaj periudhe të shkrihen në një parti politike me një kryetar të saj dhe... Po jo, ajo është zgjedhja e tyre, duhet me pas parasysh se, do me thonë, dy subjekte në këtë rast, dy subjekte relativisht të mëdha brenda koalicionit Vlen, janë iniciativa të reja politike. Do me thonë, është Lëvizja Demokratike udhëhequr nga Izet Mexhiti dhe Aleanca Shqiptare nga Arben Taravar janë të reja në aspekt të funksionimit dhe ato kanë nevojë me i formu degat, me i formu ato. Dhe ti nuk mund t'i thush dikujt që ende nuk i ka bo shtëpinë e vet, ti thush e ta bëjmë një mahall, do me thonë në atë aspekt. Edhe kjo është zgjedhja e tyre, do me thonë e 4 partnereve dhe të mos harrojmë edhe partnerin e 5 të Lëvizjen Vendose që është në emër të Vlenit. Edhe këto, do me thonë, është zgjedhja e tyre politike se si do i bojnë këtë. Ndoshta ndodh bashkimi pasi të konsolidohen këto si forca politike, si lëvizje politike dhe është zgjedhja e tyre që e kanë zgjedh. Ndoshta ka mungesë në koordinimi, funksionime e tjera me radhë, por ajo ka të bëjë në qeveri dhe nuk është ngushmërisht e lidhë me këto zhvillimet politike që bëhen në përfaqësimin e shqiptarëve. Zoti Rama, kur jemi të diskutimet lidhje me qeverin, si ju duket qasja në fakt bashkëpunimin e mes VMRO dhe PMN-s dhe Vlenit gjatë kësaj periudhe? Normalisht qasja është ajo që priteshte, do me thonë VMRO-ja ka hyrë në qeveri me një strukturë shumë bindse, fillimisht fitore bindse dhe njëkohësisht një mashineri numerike partijake që është tash për tash dominante, do me thonë ka hyrë si një lloj partneri i cili është dominant ka shi elementeve tjera strukturore qeveritare dhe mendoj që deri tash po shohin një lloj tango të mirë politike, kuptimit të mirë, ku flasin të mirë për ata dy palët, ndoshta mund të jetë për opinionin mendime ndryshme. Këtë element unë mendoj që e mira e kësaj që Miskovski nuk po ndërhyjë në këto elementet e problematikave të ndryshme që mund të ketë partneriteti i vet. Tashmë shumë unë e vlerësova, po njëkohësisht e konsideroj që edhe ishte edhe një lloj diskutimi mes Znamit dhe Vlenit, ose herë kemi pasur edhe kësaj polemika dhe i harmonizojmë andaj me një lloj opinioni publik, sepse ishte kritikë e tillë, që gjitha problematika brenda qeveritare nuk duhet të deklarohen me anë të një lloj të një opinioni pa u sharruar brenda qeverisë. Mendoj që kompaktiteti brendshëm qeveritar është i mirë edhe për qeverinë, por njëkohësisht edhe si një frymë e përbashkët sa ashtu duhet të jetë në stilin e sistemeve politike, që qeveria duhet konsiderohet si kompakte, si një dhe jo si disa struktura politike. Është e vetëdijshme që VMRO ka pothuajse 20 partner koalicionimi qeveritar, domethënë ka diku 20 aktor politik të brendshëm brenda koalicionit të saj. Fryma dhe energjia për të harmonizuar ato, nuk besoj që ka komoditeti të harmonizoj edhe disa paqartësi që i kanë brenda Vlenit. Por tash është po ashtu edhe konjunktura taktike e Miskovës që mos të bëj anë sepse kemi një strukturë politike së Aleanca që po pretendon që nëse nuk kemi qartësi të Vlenit duhet të rrinë në qeveri, pra por jo në një lloj kombinarike të përbashkët të Vlenit, pra i konvenon edhe ky opsion, vetëm që të arrihet një lloj harmonizimi i brendshëm qeveritar, që mandej të shikohet edhe ndoshta edhe hape tjera konkrete.
Prandaj them që normalisht që këtu nuk ka as kompetencë, as kredibilitet, as legjitimitet që Mickovski të harmonizojë këto qëndrimet partijake të koalicionit. Prandaj jam pro që koalicionimet fillimisht partjakët janë ato që thash edhe Parzit, mbi bazën e një principi, dhe nëse janë mbi bazën e këtij principi nuk mund që një strukturë tjetër koalicionime të ndërhyjë në këto elemente. Por kur flasim për probleme qeveritare, ato që tha dhe profesori Ramadani janë ato që pritën nga qytetarët. Pra erdhi një qeveri se do të thonë mbi një farë mënyrë një vot referendoriale, pra mbi bazën e asaj që gjitha strukturat opozitare edhe në pushtet, po presim këto tematika të trajtohen brenda qeverisë. Jo njëkohësisht harmonizimin në qëndrimet e tyre ishte një Armeznami, i cili i pasonte vazhdimisht në aspekt kundërt, ishte zaventë kryeministri i çështjeve ndërretnike, po ashtu që bënte aktivitete që ishin jashtë planeve të qeverisë. Pra këto elemente duhet fillimisht Mickovski të trajtojë. BDI nga ana tjetër ka kërkuar zgjedhjet parakohshme parlamentare, ka kërkuar që ato të mbahen së bashku me zgjedhjet lokale, dhe kështu qytetarët të vlerësojnë se nëse janë për të vazhduar vlenin në qeveri apo BDI. Si e komentoni kërkesën e BDI-s? Nuk besoj që e kanë për një me, do me thonë kjo është të kalojnë ditën. BDI-s i ka ndodhur një prej fatkeqësive më të mëdha në funksionimin e saj në politikë edhe në shoqëri, ajo është se ka ndodhur, do me thonë, dalje e ndikimit të prokurorit publik. Ju e dini se 2 javë para se të ndodhë rastin i tragjedisë së Koçanit, do me thonë, kishte iniciativë nga ana e qeverisë dhe shumicës aktuale qeverisëse për ndërimin e tij, kurse më pastaj u cek se ai është funksional e tjera me radhë. Do me thonë, aty ashiqare kishte ndodhur një transfer, me shpreh me zhargonin futbollistik, kishte ndodhur një transfer, dhe ai transfer nuk ka ndodhur mes LSDM-s dhe VMRO-s, po ka ndodhur mes BDI-s, do me thonë ndikimin e cilit ka qenë ky prokurori publik, dhe tash është si duket ka kalu në ndikimin e VMRO-s si parti udhëheqëse e kësaj shumice, dhe argument për këtë janë ato arrestimet që janë duke i ndodhur BDI-s që nuk kanë ndodhur përpara, do me thonë, edhe nuk kanë lidhje me Koçanin, do me thonë janë edhe arrestimet tjera për punën e rrugëve Maqedonisë, edhe ajo tjetra për Mazotin Helmus e tjera me radhë, dhe kjo është ajo fatkeqësia më e madhe që i ndodh, edhe nuk e. E dyta që deshta unë me cek në pyetjen paraprake dhe që mendoj se është me rëndësi, është që ne duhet ta kemi parasysh se VMRO është duke funksionuar në një presion edhe një frikë prej protestave qytetare. Do me thonë, edhe ajo shihet evidente, do me thonë, në çdo ashtu. Do me thonë, një herë u mor me disa iniciativa të cilat ishin rinore, naive, dhe ajo i shpalli sikur shumë të rrezikshme, sikur ka pas nga Serbia instruktore e tjera me radhë, dhe kjo shfaq atë frikën edhe panikun që i ka kap, pasi ato mendojnë se modeli kulturor i marrë nga Serbia me protestat e mëdha automatikisht do dale edhe në Maqedoni, dhe disa veprime, sidomos sot e dje me punën e sindikatave e tjera me radhë, janë sende që dëshmojnë se ato kanë një frikë edhe nga panik këto. Do me thonë, ato e kanë problemin edhe në funksionimin e vetë përballë qytetarëve edhe opinionin, dhe kjo i bën ata që mos t'jenë plotësisht të vetëdijshëm për atë. Dhe kur keni ju një qeveri që udhëheq dikush i cili është i friksuar, është në një panik të pasqarueshëm, janë shumë problem. Do me thonë, është problem edhe për vetë ato, por është problem edhe për shtetin në përgjithësi, dhe sidomos edhe për partnerin shqiptar. Dhe tash ato i kanë dur të lidhta, do me thonë, kanë të bojnë me dikan, është duke në timon është një vozitës i cili e ka kap paniku, edhe ajo shumë keq edhe për ata që vozitën me te, edhe për ata ndihmësit e tyre. Po, arriton sigurisht ngjarja tragjike në Koçan ka ndezur polemika të ashpra mes partive politike, një pjesë e partive politike apo gjithsesi partitë opozitare, BDI, LSDM, Majta dhe partitë tjera opozitare janë të mendimit se pushteti, konkretisht VMRO-DPMN dhe kryeministri Mickovski po përdorin forcë për të ushtruar një hetim selektiv ku përgjegjësia po bie vetëm mbi funksionarët e pushtetit të kaluar e jo edhe mbi funksionarët e
kësaj qeverie. Si e vlerëson këtu? Absolutisht, qasja opozitare është normale që të realizojë një lloj qasje të tillë, më thonë që kërkon përgjegjësi të vazhdueshme mbi çdo situatë që ndodh në kushtet. Duhet të theksohet që shteti bazohet mbi një lloj sistemi politik dhe jo mbi një lloj bazamenti partijak. Do thonë, shteti këtë rast në situatën e Koçanit ndodhen një lloj elementi që nxjerrin në pa që ky shtet ka elemente improvizative, domethënë përditshmëria jonë bazohet në një spital improvizativ, një lloj organizimi biznesor i përkohshëm, pra gjitha këto elementet janë të përkohshme, gjitha këto elementet janë mbi bazën e elementit korruptiv dhe kjo është e pa evidente. Nuk mund ta them që këto elementet të Koçanit tregojnë që ky shtet mund të funksionojë. Pra, kemi shumë raste kemi raste fatale që u trajtuam në të kaluar dhe njëkohësisht dhe po ndodhe me rastin e Koçanit, cilat poseduan njëkohësisht këtë element të tragjedisë manifestojnë si një lloj ashtu siç themi si një lloj arene debative partijake. Unë mendoj që këto tematika do të dalin jashtë skemave partijake. Qoftë opozitare dhe njëkohësisht opozitare, bigjita do të dominoj ndjesia intelektuale dhe ndjeshmërisë humane njerëzore në këtë situatë. Kemi diku 60 persona që kanë ndruar jetë këtu, për mandej më herët në spitalin e Tetovës, më herët në rastet e transportit organizativ e kështu me radhë, dhe këto po trajtohen prapë në prizmin partijak, në fryma më reale të shteteve të fuqishme, të cilat kanë bazë të shëndosur sisteme politike, këto nuk do të trajtohen fillimisht në prizmin e këtij. Pra, edhe nga kryeministri, edhe nga njëkohësisht nga opozita, të mira me këto retorika, me këto gjuhë, sidomos nga kryeministri, kërcënuese, ta luajë rolin e mekanizmit që unë marr përgjegjësinë për të zhvillur këtë çështje, absolutisht që nuk është as kompetencë e tij, as legitimitetin e tij. Mendoj që duhet ta ketë gatishmërinë e duhur si institucion, po ashtu dhe opozita ta menaxhoj ose ta kontrolloj se ta mbikëqyr këtë proces. Mbi gjitha kjo do të jetë një proces fillimisht hetimues mbi bazën e prizmit neutral, pa varur, mos merr as prizëm etnik, as prizëm partijak, as prizëm njëkohësisht të çfarëdo lloji formati tjetër. Kjo duhet ndodhet në një hetim ashtu siç duhet të jetë. Ai që njëkohësisht është përgjegjës duhet ta marrë përgjegjësinë e duar dhe njëkohësisht nëse është përgjegjësi edhe nga qeveria, nëse është përgjegjësi edhe nga opozita, nëse është përgjegjësi e dikujt tjetër duhet të aprovohet kjo përgjegjësi, sepse prindët nuk po shikojnë, po të shkojmë tek prindët e viktimave, ato nuk i intereson kush është tash momentalisht në qeveri, kush është tash në opozitë, kush do vjen nesër në qeveri, aty i interesohet të dalë e vërteta. Dhe vërteta nuk ka as etni, as parti, as fe, as koncept. Prandaj as kryeministri nuk do të merr shkopin magjik që pretendon të ta merrte, njëkohësisht as formatet tjera politike nuk duhet ta shfrytëzojnë këtë situatë. Mendoj që duhet një profesionalizëm fillimisht juridik, nëse nuk i besohet të gjejë një format tjetër ndërkombëtar, sepse po ndodhet në vazhdimsi në Republikën e Maqedonisë dhe jemi shumë shtet i vogël të përjetojmë skandale dhe njëkohësisht përjetime të tilla, pothuajse për 4 vite ne kemi humbur mbi 100 persona nga fajtori i njeri, dhe nuk kemi ende premisa të cilat realisht e dim kush janë përgjegjësit kryesor. Pra jemi në këtë situatë të tillë. Prandaj themi që është koha dhe momenti i fundit, mendoj, dhe Zoti i fundit, që këto të trajtohen fillimisht në aspekt hetimor, prokuroror ose gjyqësor, varësisht vendosjeni si doni imitimin, por pa primatet e barakterizmit se kush është fajtori dhe kush nuk është fajtori, në paktën derisa situata të qartësohet në këtë skenë. Normalisht që këtu ka frymë dhe ka material për të trajtuar në aspektin politik, sepse këtu politika absolutisht që e posedon fajin, ka elemente korruptive. Unë vetëm e dënoj situatën e kryeministit, i cili ishte shumë rigoros me trajtimin e situatës ndaj zërave kritik, se zërat kritik do të kesh çdo herë mbi qeverisin. Normalisht që duhet hipet më shumë hapësirë debateve që të dalim sa më mirë dhe sa më pastër para prindve mbi gjitha, para prindve, edhe normalisht nëse dalim para prindve do të ndërtojmë një lloj shteti i cili nuk do të dollë me skandale të tilla. Këtë pikë parashtroj për shkak se edhe ne si gazetar kemi qenë sigurisht dëshmitar se procesin e udhëheq dihet prokuroria publike. Mirë po, çdo ditë në preskonferenca kishim kryeministrin, më pastaj ministrin e punëve të brendshme, para prokurorisë dhe sikur kjo i dha një trajt politike gjithë këtij rasti. Këtu pajtojmë, prandaj thash, pajtojmë plotësisht, nuk pe defokusoj konceptin. Do thonë këtu unë pajtojmë që qasja dhe apo strategjia e qeverisë, ndoshta ato që tha dhe parafolsi që nga paniku për të menaxhuar sa më mirë situatën,
ishte edhe prokuror, ishte edhe kryeministër, ishte edhe gjykatës, ishte edhe gjitha këto elemente, nuk i shërbejnë hetimi, sepse unë mendoj që mbi gjitha një tjerë hetimi. Nëse dalin në pa detajet për hetim, mandej do të gjykoj opinioni realisht se kush është fajtore dhe të kërkohet përgjegjësia. Prandaj, ne i lam fillimisht hapësirë debatit politik para asaj që duhet njëjtë realisht. Ne duhet mësojmë si strukturë shtetërore që edhe opozita e ka mekanizmin e vetë opozitar që duhet ta shfrytëzoj si situatë, por edhe njëkohësisht politikat elitare, qeveritare duhet njëkohësisht të mirën me fillimisht me ato që duhet realisht i ofrohet hapësirë o prokurimit dhe analizës reale të situatës, se mbi gjitha këtu në mes i kemi viktima dhe prindrit. Unë mendoj që kënë situatë, pra u haruan prindrit, u haruan viktima dhe fillimisht filloi përplasje mes dyre tabore politike, ndërsa ne po presim realisht kush është fajtori. Kështu ndodhet edhe me situatat e tjera. Do të thonë që kërkohesh përgjegjësia është reale, është demokratike përgjegjësia, por jo që në epicentrën e këtij problemi të jetë debati se kush e ka fajin fillimisht politik para hetimit. Nëse hetimi është në rrugën e duhur, mandej absolutisht do nxitet debat, nëse ka nevojë protesta, përgjegjësia, dorëheqja, e çfarë do kohë personaliteti në këtë rast. Zoti Ramadan, ju si e vlerësoni apo tenton vëmërot DPM-ja ti mbroj Jo, nuk pajtohem me këtë konstatim, pasi e para është ende herët të shohim se krejt si do zhvillohet, e dyta të mos harrojmë domethënë se ka burgosje, ka edhe marrjen pyetje edhe të vetë kuadrove të veta, sidomos kjo është me rastin domethënë kur janë tre kryetarët e fundit në periudhë, po të Koçanit janë të marrë në pyetje dhe ka masa persekutimi për të ndalesa e tjera me radhë gjyqësore, si tregojnë ato. Domethënë këtu vërtet ka një nismë për të ndërtuar shtetin e së drejtës, domethënë me atë që u shpreh nga ana e kryeministit si luftë ndaj sistemit, që ndoshta nuk qëndron në tërësi, është një luftë më shumë ndaj një subsistemit i cili ka funksionuar në Maqedoni, dhe e dyta është se domethënë këtu duhet sa më shumë të bëhen zgjedhje adekuate në aspekte ligjore, sikur që është propozimi për shembull për ndalimin e mjeteve piroteknike në ambient të mbyllur. Edhe kjo duket sot këto ditë është para deputetëve, dhe kësi masa që janë shumë të rëndësishme, domethënë nuk është vetëm pse na ka ndodhur Koçani ose Durmotursi, por edhe për të ardhmen si do e ndërtojmë këtë shtet, pasi në Maqedoni përveç mos funksionimit të ligjeve ka edhe zbrastira të mëdha ligjore, domethënë ka fusha të cilat nuk janë të mbuluara ligjërisht, nuk përcillen standardet e tjera me radhë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, pasi ju si e dini domethënë kjo ne kemi këtu edhe interes konkret, se tash janë nisin darsmat, sezoni i darsmave, edhe domethënë kjo ishte e madhe edhe shumë e përhapt, domethënë që edhe në sallon darsmave dikush bënte me piroteknike, edhe ndodhin domethënë këto raste ndodhin. Domethënë është puna e ndërtimit një shtetit e një marrëveshje kolektive e cila neve nesër do të na bëjë të ndihemi më të sigurt. Edhe kjo është aspekti i parë i shtetit. Dhe nëse domethënë miren sa më shumë kësi masa për ndërtimin dhe ato bëhen në mënyrë jo selektive e tjera me radhë, atëherë sigurisht se krejt qytetarët do janë më të ashtu. Por ajo që desha me cekun punën e protestave, se ato do vazhdojnë, pasi këtu qytetarët e Maqedonisë e kanë pasë se me pak protesta është vënë në funksion presioni ndaj qeverisë dhe ka funksionuar. Domethënë, ju pak para rastit, domethënë ndodhen do protestat vogla kundër EVN-s dhe menjëherë qeveria reagoi. Domethënë do japin 1.000 dinar për rastet sociale, do folën domethënë që faturat, kontrollat, tarifat e tjera me radhë, domethënë më njëherë u ndërmor diçka. Edhe qytetarët tani e kanë pasë se shteti në Maqedoni, ajo pak shtet çka ka, funksionon në bazë të presionit. Dhe ky presion do rritet çdo ditë e më shumë, domethënë për atë duhet me qenë të lirë edhe ato jo të friksuar, se kjo është mirë për shtetin, edhe ato ai presion qytetar e ndërton faktikisht shtetin, dhe besoj se do vazhdojnë në forma dhe në mënyra të ndryshme, tash me sindikatat, nesër me diçka tjetër, por kjo do vazhdojë edhe atë mirë është me kanalizu edhe me e marë si plus. Domethënë udhëheqësi politik me e pa këtë si ndihmes edhe si plus, e cila sjell zgjedhje të mira për Maqedoninë. A mendoni se protestat morën një hof më të madh, faktikisht qytetarët u mllëfosen me faktin që VMRO DPM sikur në një mënyrë indirekte tentoi të
cenzuroj mendimin e lirë, mendimin kritik të qytetarëve. Edhe ajo, edhe puna është se pati një atak, do me thonë edhe agresion ndaj bartësve të atyre. Do me thonë ishin do njerës në gratë, ju e pa, do me thonë ata cilët protestonin për rastin asaj vajzës që u shkel me automobil, Frosina, edhe familjen e vetë i shifte se është e friksume dhe i bëndo deklarata me të cilat distancohet për njerëzve të cilët kanë dalë të protestojnë. Edhe ato nuk kanë protestu për vajzën e tyre, vetëm për vajzën e tyre, po kanë protestu edhe për vajzët e vetë edhe për djemët e vetë që mos të ndodhë dhe nesër ashtu. Do me thonë është këtu koncepti, po shifete se ka një atak, një presion. Mandej edhe iniciativës tjetër, do me thonë që është një iniciativë si duket rinore, e parëndësishme kjo kush është i radhës, por ataki edhe agresioni është i madh. Po kjo mund t'i bilet i rrise protestat, se kështu ka nisë edhe në Serbi, do me thonë rasti ka ndodhur në shtator, deri në nëntor nuk kanë qenë edhe të artikuluara. Po duke pas kësi atake dhe agresione në stilin e Vučićit, ato mandej u rritën në atë aspekt. Për atë, do me thonë, duhet mu kthjell, klika qeveritare, duhet mu kthjell dhe me market si plus, se kjo është mirë për institucionet edhe për shtetin që të funksionoje. Nuk është kur një farë minusi apo pengesi apo keq përdorimi politik, se kjo sjell dobi. Edhe ketë është tani rasti është se qytetarët e kanë pakjet. Do me thonë, një herë, dy herë e kanë bo edhe ka sjell benefit në aspektin e ligjeve, në aspektin e sendeve dhe kjo është mirë kështu të vazhdojë. Ajo që pajtona plotësisht ajo që u diskutu mbi bazën e asaj që kjo është një lloj sinjali i gjithave elitave politike që populli më është i vëdësuar. E para dhe e dyta, populli po kërkon kauza. Do nëse protestohet ose nëse diskutohet, edhe në qoftë nga elita politike, populli po kërkon mbi bazën një lloj kauze. Pra nuk po funksionojnë më tubime politike, partijake keni vërejt edhe në përfushata më nuk kemi më rrezikshmëri që të mblidhen në për këto shishet të mëdha elementet tjera. Pra populli më është i lodhur nga skemat edhe njëkohësisht temat të cilat kanë të bëjnë me ku si realizohen brenda fenomeneve të ndryshme partijake. Prandaj mendoj që edhe në këtë tematikë tragjike, fillimisht debati duhet të jetë shumë profesional me bazën e kauzës. E përmendëm në rastin e VN-s, funksionoi sepse kishte një kauzë reale. Do të thënë, nëse kemi një kauzë sinqert, mendoj se populli po vlerëson më sinqeritetin e kauzave politike, sepse janë të lodhur nga degradenca e situatës sociale dhe ekonomike. Prandaj e kam vërejtë që është humbje kohe nëse flasim njëkohësisht mbi muhabetet të cilat janë politikave dytësore. Pra po kërkon diçka që ka të bëjë me kauzën. Pra nuk po kërkohet elemente të ndryshme, po më kërkohet që mos të bëhet më raste të tilla. Dhe kush është fenomeni? Pra janë të lodhur mbi bazën e shkak pasojës. Ne çdo herë në situata politike kemi reaguar nga pasoja dhe shkakun nuk i kemi trajtuar asnjëherë. Prandaj populli po kërkon shkaqet dhe jo njëkohësisht pasojat. Te ne ende në taborat edhe njëkohësisht në tavolinat politike, sidomos partijake, po flitet për pasojat. Kush shkapën pasojat dhe nuk po flasim për shkakun. Mendoj që racionaliteti bazohet tek definimi i shkakut. Dhe kur jemi te rasti i Koçanit, opozita LLSDM e LBDI insiston që të formohet një komision hetimor në parlament. VMRO DPMNE sfidoi që nëse formohet ky komision të merret edhe me tragjedit e tjera. A mendon që do të kemi një hetim të zgjeruar edhe lidhje me tragjedit që kanë ndodhur viteve të kaluara, si ai i spitalit modular në Tetov, Durmotursi, Besatransi, kështu me radhë? Unë normalisht do të mbështes çdo iniciativë se cilën ka të bëjë thash edhe paraprakisht me atë mbi bazën e shkakut. Ne do të flasim fillimisht që këto elementet tragjike të mos ndodhin në çfarë do lloj formati. Nëse kërkohet një lloj hetimi më të zgjeruar në të bëhet, nëse kërkohet një lloj definimi më real brenda sistemit ekonomik, të legjislativ edhe njëkohësisht mbi bazën e ekzekutivit qeverisës, në të ndodhë një lloj kombinarike. Prandaj unë bëj thirrje gjitha komisionet parlamentare, të cilat kompetent për këtë situatë, gjitha strukturat partijake që janë pjesë përgjegjëse për këtë njëkohësisht tematik, të gjejnë modele më reale që të jetë sa më profesionale njëkohësisht hetimi. Në çfarë do lloj kalkulimi të jetë i mundshëm, mos të nisen nga prizmi fillimisht i politikave ditore, sepse kjo është shumë situatë e ndjeshme. Pra nuk është një situatë që mund të shërbejë një partisë ose një partisë tjetër, sepse këtu nuk matet rejtingu i partisë se kush del më keq dhe kush del më mirë. Nëse gjehet një lloj modeluesi legjislativ, sepse jemi në një sistem politik ku parlamenti vendos gjithçka.
Mbi bazën e kësaj elementi, në gjehet, në të hullet presioni partijak, në të hullet dikosisht analizat e partive, kalkulimet e partive politike, por të mendohet një lloj racionaliteti politik, se cila është rruga më e mirë për të trajtuar këtë tragjedi. Pra mandej t'i jepet hapësira për të vepruar. Zoti Ramadani, mund të kemi... Po, do me thonë, unë mendoj se ka ndodhur një fitore politike qytetare që është bën ndërlidhja me këto raste paraprake, jo vetëm se ato përgjajnë nga zjarri edhe nga numri i viktimave, por edhe në atë se përgjajnë në aspektin e trajtimit juridik edhe gjyqësor. Të mos harrojmë, në njërin prej rasteve, që në Maqedoni ende nuk është përfunduar gjyqësisht, bile është në fazat e veta, ka vendim gjyqësor plot fuqishëm në Bullgari, në një shtet evropian. Është rasti i djegjes së autobusit të Besatransit, ku u dogjen qytetarë të Maqedonisë, do me thonë, edhe keshim plot viktima, 40 sa ishin, po, edhe për atë, do me thonë, ka vendim gjyqësor me një shtet evropian. Kurse këtu, të ne ende ato çështje kanë betë të patrajtuara në epilog gjyqësor. Dhe unë mendoj se fitoria politike qytetare është mundë ndërlidhjen me rastet paraprake, sidomos të spitalit modular në Tetov, të rastit të autobusit të Besatransit, edhe të mos harrojmë të ngjarjes tragjike në Laskarc, do me thonë me autobusin e Durmo Tursit. Dhe këto raste përgjajnë me Koçanin edhe në aspektin e këtij trajtimit institucional. Tani që ka ndodhur ndërlidhja, patjetër është që krejt ajo të funksionojë, do me thonë si do funksionojë, inshallah mirë funksionon për rastin e Koçanit, njësoj do funksionojë edhe për rastin modular e tjera, e spitalit modular e tjera me radhë, dhe kjo është, mendoj, prap të them, është një fitore politike qytetare në ndërtimin e shtetit. Është një reflektim. Po, është një reflektim pozitiv, edhe që ka ndodhur edhe nuk ka kthim prapa prej kësaj. Po, mirë, edhe në këtë pjesë të fundit të emisionit do të kisha dashur të flasim edhe në lidhje me ndryshimet kushtetuese. Me fillim në hyrjet e emisionit e përmenda zoti Ramadani se gjitha këto zhvillime duket se kanë lënë në hije çështjen e ndryshimeve kushtetuese dhe rrugën drejt bashkimit evropian. A ka rënë integrimi evropian nga prioritetet e politikës së brendshme? Jo, nuk ka rënë, edhe unë mendoj se Vleni është ai përçuesi në qeverinë brenda që do e mbaje këtë shtyllë, që është e vetmi alternativë, siç e kemi thënë shpesh e Maqedonisë për integrim. Edhe e dyta që deshta me cek me këtë rast që do me thonë tash cekim edhe të mirat që na kanë ndodhur prej të keqes që ka ndodhur në Koçani, është se Bullgaria në këtë rast, i cili ishte armiku i përbetueshëm, ku ndodhet të kushtete, rrezikon të identitetin, bla bla, është i pari shtet fqinj që ka dalë pozitiv në Maqedoni në aspektin e ndihmësisë së ofruar. Ju e dini, do me thonë, deputet prej Bullgarie mbollën donacione tjera me radhë, ata ishin të parët që i dërguan këto, do me thonë, autoambulancat e tjera me radhë, do me thonë, është një solidaritet që nuk ka ndodhur përpara, edhe tani kjo është mirë edhe është pozitive për krejt atë çështjen e procesit integrues që nuk zhvillohet me Bullgarinë, do me thonë, është tani zhvillohet me propozimin francez dhe gjerman, edhe është zhvillohet me bashkimin evropian, por mendoj se kjo do sjellë një impuls, impakt pozitiv, që duhet përfaqësuesit politik të artikulojnë mirë. Ariton? Absolutisht, mendoj që mbi gjitha vëmëro dhe pëmëne ka kuptuar që këto tematikat të cilë kanë të bëjmë me integrimet do t'jenë nga rasti i Gruevskit, të cilën ishte një farë mënyrë alergjik mbi trajtimin e këtyre elementeve, nuk duhet ta bëj gabimin e njëjtë. Mendoj që ndryshimet kushtetuese janë një lloj mekanizmi që duhet të mbyllet si tematik, sidomos për parandalimin e gjithave pasqarësive brenda shtetërore, qoftë nga elemente ndëretnike deri nikosisht në zhvillimet sociale ose prosperuese shoqërore. Mendoj që prizmi i vullneti i qeverisë duhet të jetë në këtë element, pra nuk duhet të paraqes një lloj krize të panevojshme politike për shtyrjen e procesit integrues, sepse kjo është mekanizmi real që përforcon situatën e parë dhe modelin e nikosisë Serbisë, por edhe modelet e tjera të cilat janë në prag të proceseve integruese evropiane, dhe nëse kalkulojnë në këtë prizëm, atëherë do të jetë një lloj vetvrasje fillimisht politike e këtyre që nuk e mbështesin këtë strukturë, dhe mandej do të jetë edhe për vetë shtetin një lloj degradence institucionale. Mendoj që po vjen mirë që gjithë taboret politike shqiptare, në gjitha edhe qeveritare dhe opozitare janë pro procesit integrues, edhe në referendumit
qytetarët shqiptare kanë treguar që në çdo element dhe në çdo kalkulim janë përpjesë e proceseve integruese, por tash po reflektohet edhe tek shtresat e tjera qytetare, sepse kanë kuptuar që integrimi në Bashkimin Evropian, sidomos edhe në çastet e krizave të ndryshme globale që po ndodhen, janë elementi pa diskutueshëm për sigurinë, por edhe njëkohësisht për ekonominë e vendit. Megjithatë, e përmendët edhe ju në fillim të emisionit që debatet e brendshme politike mos përdoren vallë si justifikim për të shmangur reformat e nevojshme, në fakt edhe ndryshimet kushtetuese. Nëse ndodh kjo, atëherë nuk do të ketë sukses, sepse kjo është atë diskutuar gjatë gjithë emisionit. Qytetarët nuk po presin më tematika lokale, partijake, po presin njëkohësisht kauza reale, të cilat janë të votuar dhe të cilat janë të ardhur në pushtet. Mendoj që këto nuk do funksionojnë dhe nuk po funksionojnë. Dhe jo rastësisht kjo do ndodh që gjitha reformat duhet të ndodhen. Kjo është edhe njëkohësisht edhe porosi edhe arenës ndërkombëtare dhe gjithë etablendit ndërkombëtar, të cilat Maqedonia duhet të merë më hapa konkrete, sepse Shqipëria e bëri, Malizia e bëri, Kroacia dhe Slovenia kanë bërë shumë më herët, se tash jemi në një situatë se duhet ta dimë që tash jemi në një situatë në një lloj dinamike politike që politika nacionale janë direktive politikave globale dhe ndërkombëtare. Pra është një lloj kaosi politik edhe global, të cilën nuk kemi latë konformitetin për të realizuar kalkulimet partijake, sepse as është dinamika e politikës që është po zhvillohet dita ditës, po ndryshon, bët kuptime politike globale që ti duhet të përshtatësh në këtë dinamikë. Dhe nuk kemi kohë ne të miremi me këto kalkulime dhe njëkohësisht me këto lloj strategji për të eliminuar edhe për të shtyrë procesit integrues që është kusht për ndryshimin kushtetues. Mendoj që ka kuptuar të gjithë skeptët politik, edhe opozitarët që duhet vendosen në tavolinë definitivisht kushti për ndryshimin kushtetues. Zoti Ramadani, për fund, a përdoren këto debatet për e brendshme politike, partijake, për të shmangur ndryshimet kushtetuese? Jo, nuk mendoj dhe nuk kam argumente për këtë pjesë, dhe mendoj se Maqedonia nuk është në atë pozicion, do me thonë që të mund diçka të bëje. Terreni është rrëshqitës edhe në skenën geopolitike, për atë, do me thonë, Maqedonia duhet të vazhdoje me atë që e ka në proces edhe që e dihet. Mirë. Atëherë nëse s'keni diçka për të shtuar, unë do ju kisha falenderuar që ishit pjesë e emisionit. Ju falenderoj. Shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë këtë Zoom. Ju faleminderit edhe juve për vëmendjen. Natën e mirë.